Këtu është horoskopi i shtunë 15 nëntor 2025. Mirë gjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Askush nuk ju pengon në këtë ditë. Në dashuri ka më shumë mundësi. Demi. Çështjet e dashurisë mund të pësojnë polemika dhe pretendime pa kuptim. Nëse disa gjëra nuk kanë shkuar ose nuk po shkojnë siç pritej, duhet t'i mbani nën kontroll. Binjaket. Një ditë interesante, e cila mund të ndihmojë në plotësimin e borxheve të mbledhura në të kaluarën. Trajtojeni veten me disa momente relaksi. Gaforja. Një lajm i mirë do të vijë, një ditë e përgjithshme e bukur. Pranoni një ftesë, shikoni përreth. Luani. Edhe nëse e dini që meritoni diçka dhe prap doni të përfitoni përparësi praktike dhe ekonomike, dialogoni me edukat, sepse fuqia e diplomacisë mbizotëron mbi gjithçka. Virgjeresha. Mos shtyni atë që duhet të bësh sot deri nesër. Mos mbani inat as drejt dashurisë tuaj. Peshorja. Sektori juaj me fat sot është ai misive, të cilat do t'i përjetoni në një gjendje hiri autentik. Më pak dashuri konfliktuale se sa në të kaluarën. Akrepi. Ka të ngjarë që të takoni personazhe që janë pak të çuditshëm ose që ju bëjnë të humbni durimin. Bëni kujdes me një binjak. Shigjetari. Ju jeni duke pritur për bonuse të rëndësishme edhe nëse ka pasur ndryshime. Mos mendoni negativisht sepse është gjëja e fundit që duhet bërë në këtë periudhë të veçantë dhe të rëndësishme. Bricjapi. Dëshira për vetmi shpesh ndodh kur jeni duke përpunuar, kur jeni duke kërkuar përgjigje të reja për pyetjet e vjetra. Disa probleme, por asgjë serioze, vetëm vështirësi normale që shpërndahen në jetën e përditshme. Ujori. Hidhërim për një dashuri që shqetëson, një nga të dy po shpëton disa pyetje. Ndonjëherë nuk ndiheni të kuptuar plotësisht. Peshit. Disa shqetësime fizike do të kapërcehen. Shanset janë që ju duhet të bëni një lloj pastrimi të marrëdhënieve dhe situatave që nuk i doni më. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.